Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15. Pas dështimit për formimin e qeverisë, lëvizja vetëvendosje ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për thirrje të seancës së re. Burime të mirë konfirmuara të Radio-Televizionit 21 brenda lëvizjes vetëvendosje bëjnë me dije se deputetët e këtij subjekti politik synojnë mbledhjen e 40 nënshkrimeve të nevojshme për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme për formimin e qeverisë së re. Sipas të njëjtave burime, lëvizja vetëvendosje nuk përjashton mundësinë e propozimit të kandidatit të njëjtë për mandatar të qeverisë. Një ditë më parë, lëvizja vetëvendosje konfirmoi zyrtarisht se nuk ka tjetër kandidat për kryeministër përveç Albin Kurtit. Por, sipas kushtetutës, pas dështimit të sigurimit të votave në herën e parë për formimin e qeverisë, Albin Kurti nuk mund të mandatohet për herë të dytë. Edhe avokati Ardian Bayraktari sqaron se mandatari i parë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, nuk ka të drejtë për rimandatim. Sipas tij, në bazë të nenit 95 të kushtetutës, të gjitha partive parlamentare u lejohet që të sigurojnë një shumicë të cilën mund t'ja paraqesin presidentës, në mënyrë që ajo të mandatojë një kandidat tjetër sipas të njëjtës procedurë. Nëse Kurti ka dështu si propozim i parë, si i mandatuar nga presidentja, a e lejon kushtetuta Albin Kurtin të mandatohet sërish nga presidentja? Përmes do të thënë që aktualisht jemi në fazën ku ka dështu i mandatuari nga ana e institucionit të presidentit të shtetit për me themelu qeverin përkatësisht për me marrë së paku 6 tani numra. Dhe aktualisht jemi në fazën ku institucioni i presidentit, përkatësisht presidentja e shtetit, ka fat prej 10 ditësh që në konsultim me subjektet politike, duke mos e përjashtu as subjektin politik të parë, të shikoj mundësinë se ka mundësi me siguru dikush tjetër një shumicë në mënyrë që një ta mandatu nga ana e institucionit të presidentit të vendit, pas të cilit natyrisht që sipas një natë pas të kushtetutës, mandatari i ri ka fat 15 ditë që me bërë të njohur për bërën e qeverisë së re, mja propozu kuvendit që e njëjta me u miratu. Nëse edhe kjo përbërje përkatësisht i mandatuari i ri nuk arrin me marrë 61 vota, atëherë institucioni presidentit të shtetit duhet me i shpallë zgjedhjet e reja, të cilat duhet më mbajtë brenda 40 ditë nga momenti i shpalljes së tyre. Pra Kurti përjashtohet si mundësi, sepse është lënë e hapur tash sfundi mbledhja në nënshkrimeve për një gjë të tillë. Natyrisht vlerësoj që një gjë e tillë është e pamundur edhe kushtetutshmërisht, por edhe logjikisht për faktin se njëti ka pas mundësi me kriju një shumicë mirë, po nuk e ka bërë, prandaj duhet institucioni presidentit të shtetit të bindet që në rast se eventualisht nis person tjetër, duke mos e përjashtuar për herë edhe të parin, arrin me bind këtë të fundit që ka arrit me siguru këtë shumicë, në mënyrë që me i dhënë mandatarin. Në kundërtën, nëse vetëm kemi pa tashmë në diskurs publik një pjesë jo të vogël të subjekteve politike, përfshirë subjektin e 2 dhe 3, të cilët natyrisht që nuk kanë shprehë gatishmërinë, prandaj vlerësoj që opsion real dhe i mundshëm vetë çështja e zgjedhjeve duhet me pas parasysh faktin që institucioni i presidentit të vendit, përveç konsultimeve me subjektet politike, do të bëjë një konsultim edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për faktin se si dihet kjo e fundit është vetëm në proces të organizimit të zgjedhjeve të raundit të dytë, prandaj natyrisht që duhet me i pas gjitha parasysh në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme kur do të qëmbohen ato me u siguru një proces i rregullt dhe me integritet zgjedhor. Profesori i shkencave politike Ibrahim Gashi konsideron se dështimi për formimin e qeverisë erdhi si pasojë e mosgatishmërisë së mandatarit Albin Kurti për një partner koalicioni në sigurimin e votave të nevojshme. Në një intervistë për Radio-Televizionin 21, Gashi vlerëson se nuk ka vullnet politik as nga partitë e tjera parlamentare për të garantuar një shumicë tjetër për mandatarin e dytë. Sipas profesor Gashit, në këtë situatë, zgjedhjet janë të pashmangshme. Qeveria nuk u arrit që të formohet, sepse mandatari Albin Kurti nuk i siguroi votat e nevojshme.
Tani ka mbetur që presidentja t'i ftoj partitë për konsultim në tentim për krijimin e një shumice tjetër parlamentare. Fillimisht ma thuaj, dështimi i një qeverie për herë të parë në Kosovë ndodhi që nuk u arrit të formohet. Si e vlerësoni këtë mungesë gatishmërie për një kompromis, për një konsensus, për një marrëveshje koalicioni? Tani kjo lidhet ndoshta edhe me rezultatin zgjedhor të shkurtit këtij viti, kur doli një proporcion i tillë i numrit të ulësve në parlament që nuk i siguronte asnjë force politike që të mund të bëj lehtë një koalicion. Pastaj duke qenë se edhe konsideroj që edhe zoti Kurti nuk ishte shumë fleksibil në atraktimin e ndonjërit nga këto parti për t'i pas partner, ne kemi pa që sfida e sigurimit numrave ka qenë domethënë evidente që nga fillimi, fillimisht me rastin e zgjedhjes kryetarit parlamentit, pastaj të nënkryetarëve dhe konstituimit të parlamentit, u deshën 8 muaj. Dhe kjo ka ardhur më shumë si rezultat i, domethënë, i këtij proporcioni, kogja, si me thonë, pat që nuk e kishte asnjë napol fuqinë. Dhe kjo tash u reflektu njësoj edhe ndoshta edhe më keq u reflektu të zgjedhja e qeverisë. Sigurisht që ne nuk kemi pas situatat e tilla, në historinë politike të shteteve këto situata ka shpesh, mirë po ne kemi përpara, domethënë, një farë lloj deadline që lidhet me miratimin e buxhetit, dhe nëse ne do të shkojmë në zgjedhje, që sipas gjitha gjallësave do të shkojmë, rrezikojmë çështjen e buxhetit dhe hym pastaj edhe në një proces tjetër, domethënë shumë shpejt i vije koha dhe zgjedhjes presidentit, dhe ne mund, nëse nuk do të kemi qeveri edhe nuk do të kemi as president në mandat, atëherë kjo është kogja situatë e panjohur, situatë jo shumë, domethënë lehtësisht e menaxhueshme, dhe unë duke i dëgju dje deklarimet e partive opozitare, ato sikur u dorëzuan para se t'i ftoj presidenti eventualisht t'u jap mandatin, ato u dorëzuan, se duke thënë që s'kan numra. Dhe edhe kjo nuk më pëlqeu, se tek e fundit kushtetuta e parasheh, domethënë nëse partia më e madhe s'arrin me e bë, atëherë duhet gjetë njërin nga forcat politike që ka arrit me i siguru numrat. Po mendoj që në këtë pjesë edhe opozita nuk ka tregu po mendoj interesim me hyrje në konsultime më herët dhe me pas një alternativë. Komisioni Qendror Zgjedhor rithekson se organizimi një cikli të ri zgjedhor brenda aktiviti paraqet sfidë serioze në aspektin përgatitor, teknik e financiar. Zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi, thekson se nuk ka buxhet të planifikuar edhe për një palë zgjedhje. Përmendet mundësia dhe sipas gjasave, pra mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, madje jo një palë, por edhe 2 palë zgjedhje këtë vit dhe fillim vitin ardhshëm. Sa është e përgatitur KQZ-ja për mbajtjen dhe organizimin edhe të një procesi zgjedhor? Fillimisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në angazhim për të përmbyllur procesin e zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, pra të çështjeve që kanë të bëjnë me raundin e parë, rezultatet për kryetarët e komunave dhe pastaj edhe rezultatet nga zgjedhjet për kuvendet komunale. Ndërkaq është duke vijuar me përgatitjet për organizimin e raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetarët të komunave, i cili do të mbahet pas disa ditësh, më saktë më 9 nëntor. Sa i përket debateve që janë publik për zgjedhjet të mundshme të reja gjatë këtij viti, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ashtu siç ka thënë çdo herë kur pyetet lidhur me këtë çështje, do të përmbush detyrimet e veta kushtetuese dhe ligjore në momentin kur procesi zgjedhor shpallet në mënyrë zyrtare. Sa i përket anës sfiduese, natyrisht se një proces i ri zgjedhor është sfidues për KQZ-n për faktin se ne aktualisht jemi në përmbyllje të një procesi të raundit të parë dhe pastaj të organizimit të raundit të dytë të zgjedhjeve, por KQZ çdo herë është e gatshme për të përmbushur
detyrimet e veta kushtetuese, pra mandatin e vetë kushtetues, i cili është organizimi i zgjedhjeve kurdo që kërkohet prej KQZ-s. A ka buxhet KQZ-ja për organizim të zgjedhjeve të jashtëzakonshme? Për një proces të ri zgjedhor parlamentar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka buxhet të planifikuar, sepse këto do të ishin zgjedhje të paplanifikuara, pra që ndodhin në një vit zgjedhor, por që nuk është planifikuar mbajtja e këtyre zgjedhjeve. Në raste të tilla, sepse kemi pasur edhe në të kaluarën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përgatit planifikimin buxhetor dhe kërkesën e dërgon për miratim në qeverinë e Republikës Kosovës. Kështu ka vepruar edhe në të kaluarën, pra kur kemi hyrë në një proces zgjedhor të paplanifikuar më herët. Mund të jetë sfidë çështja e buxhetit me që nuk kemi qeveri të rregullt? Kjo nuk është një çështje që i takon ta diskutojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mandati kushtetues i KQZ-s dhe detyrimet tjera që dalin nga ligji për zgjedhjet e përgjithshme, aktet në ligjore, ka të bëjë me organizimin e procesit zgjedhor në aspektin teknik, ndërkaq çështje tjera natyrisht se mund t'i flasin institucionet përgjegjëse. Po, ndërkohë, këtë vit Kosova kaloi 2 procese zgjedhore, ndonse njëri ende nuk ka përfunduar. Sa i kushtuan buxhetit të shtetit këto 2 procese, zgjedhjet e nënshkurtit dhe ato të 12 tetorit, përfshirë sigurisht edhe balotazhin? Ende nuk kemi raporte përfundimtare për të ditur se sa është kostoja reale e këtij procesi zgjedhor. Natyrisht se do të presim edhe organizimin e raundit të dytë. Zakonisht zgjedhjet lokale ka një kosto më të lartë se ato parlamentare, pikërisht për faktin se ka edhe raund të dytë që parashihet me ligjin për zgjedhjet lokale dhe në bazë të rezultateve ende të pacertifikuara qytetarët e cilët do duhet të dalin të votojnë sërish, numri i tyre është më shumë se 1.300.000, do të thotë që pjesa pothuajse më e madhe e votuesve duhet që të votojnë sërish. Kjo do të thotë edhe për një numër të madh të qendrave të votimit dhe të vendvotimeve të cilat duhet të hapen me datën 9 nëntor për të pritur votuesit, dhe ky numër pra i vendvotimeve natyrisht se ndikon edhe në kostën e përgjithshme të procesit zgjedhor. Po për zgjedhjet e nënshkurtit? Gjithashtu edhe për zgjedhjet e nënshkurtit nuk janë përmbyllur të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shpenzimet dhe natyrisht se raporti përfundimtar nuk është miratuar akoma në mbledhjen e KQZ-s. Sapo të miratohet, natyrisht se ai do të jetë publik, qoftë edhe në mënyrë të detajuar që shpjegon për mënyrën e shpenzimit të këtij buxheti. Natyrisht se ky proces zgjedhor me miratimin e ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2023 nga ana e Kuvendit të Kosovës ka shtuar përgjegjësitë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rrjedhimisht edhe kostën e këtij procesi, sepse për herë të parë me datën në shkurt është dashur që të organizohet procesi verifikimit dhe numërimit në qendra komunale të numërimit në 38 sash nga një për çdo komunë. Natyrisht kjo është një kosto e re për procesin zgjedhor dhe gjithashtu edhe vendosja e kamerave në çdo vendvotim të vendit, pastaj edhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me digitalizimin e procesit zgjedhor. Po kostoja për zgjedhjet e jashtëzakonshme mund të jetë parapërsisht apo jo? Në këtë fazë ne nuk kemi bërë ndonjë planifikim se sa mjete i nevojiten KQZ-s për të organizuar një proces të ri zgjedhor. Në rastet të tilla, pra në momentin kur shpallet në mënyrë zyrtare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përgatit planifikimin buxhetor, natyrisht se ai bëhet publik në mbledhjen e KQZ-s dhe të njëjtin e përcjell për miratim në qeverinë e Kosovës. Faleminderit shumë për kohën nderuar. Faleminderit juve. Ish diplomati Avni Arifi thekson se shkuarja sërish në zgjedhje parlamentare e dëmton Kosovën. Duke komentuar paralajmërimin e kryeministrit në detyrë Kurti për mbajtjen e 2 palë zgjedhjeve të jashtëzakonshme deri në pranverë, me që sipas tij në zgjedhjet e dhjetorit do të dështohet që të zgjidhet presidenti i ri. Arifi thotë se presidenti nuk është thelbi i problemit, por mundësia e Kurtit për bllokadë të mëtejshme.
Përmendet mundësia në fakt të gjasat janë që të shkohet në zgjedhjet jashtëzakonshme në dhjetor, por që kryeministri në detyrë kurti e ka përmendur edhe mundësinë e një palë zgjedhje të reja pas hyre dhjetorit në fillim vitin e ardhshëm, duke ndërlidhur me çështjen e postit të presidentit, apo bëhet pikërisht ky post të moll sherrri, nëse mund të themi, dhe një kusht për mos zgjidhjen e bllokadës ose zgjidhjen e saj. Po, na jem këtë situatë për shkak se partia më e madhe nuk e ka qëllimin e ndërtimit të institucione, por ka bllokimin e tyre, domethënë dëmtimin e tyre. Për 8 muaj det nuk e din gjuhën e konsenzusit, kompromisit, dialogut me subjekte politike. Pra ne jemi në situatë ku kryeministri i vendit e shantazhon qytetarën e Kosovës se llogaria e tij na është që dikon prapë mrrini pas 40 deputet dhe as nuk është në gjendje me bo presidentin, po as me aprovu, domethënë as një konsenzus nuk e pranon që paralajmëron popullin e Kosovës se ose unë kam me sundu Kosovën, ose keni me mbet bllokuar gjithmonë. Ako gjasa pra të shkohet prapë në fillim vitin e ardhshëm në zgjedhje, në rast se në zgjedhjet e dhjetorit nuk zgjidhet çështja e presidentit? Besoj nëse ai mbërrin në 40 deputet, ne nuk do të kemi as institucione, as presidente, përveç nëse partit tjera i nështrohen diktatit të tij. Do të thonë, ai nuk po synon me fitu, ai po synon me pas 40 deputet, do të thonë me pas 23-ën, 41 mundësisht, dhe me bloku në mënyrë permanente derisa Kosova dhe partitë politike e pranojnë diktatin e tina. Këto janë veprimet, çka po thotë. Ai kur po flet për shembull dje kur e këshyrshë të fol, nuk ta jep ke përshtypjen që po flet një lider i një shteti që është interesuar me avancu shtetin e vet, por më shumë folkes një lider i një sekti fetar që armeki ka krejt botën dhe që beson se bota nuk rrotullohet më nëse ai nuk është sundimtari i Kosovës. Pra mendoni që çështja e presidentit nuk është thelbi i problemit? Jo, nuk është thelbi i problemit, është mundësia e tina me blloku Kosovën. Domethënë, ne do të shkojmë në zgjedhje, gjasat janë shumë të mëdha në dhjetor, dhe ai nuk synon me fitu dhe me kriju koalicion, domethënë me PDK-n apo me LDK-n apo me AK-n, synon me ushqy armiqësitë në retorikën e tij dhe synon me blloku Kosovën derisa një ditë lodhet populli i Kosovës që po t'i japim ty 60% edhe prina o Lukashenko i kohës tonë. E dëmton edhe një proces i rizgjuar Kosova? Po natyrisht ne jemi dëmtuar. Populli i Kosovës është i varfër, po si duket, po ka bëll pare me refuzu 10 miliona, 100 miliona të BE-s. Ne jemi sankcione, 100 miliona është dome. E kemi përmend fondin e rritjes, 65 milion euro, këstin e dytë prapë nuk do ta marrim. Rryma, edhe ishte shumë çesharake kur ta kryeministri, na rritjen ekonomike kemi nda me qytetarën e Kosovës. Çesh e ka nda rritjen ekonomike? Një mandat 4 vjeçar përpara, 160 milion euro kemi blerë rrymë, kurse qytetarët e Kosovës 800 milion dhe 1 miliard euro kanë blerë rrymë në 4 vjet të tina. Pra këshire çushe kemi nda në fitimin. Faktikisht rritjen ekonomike ne ja kemi dhënë energjisë, mafjes energjetike dhe lidhjeve të pak kontestueshme të Kurtit me këtë zinxhir të blerësve të rrymës. Lidhur me zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të cilat po përflitet se mund të mbahen në dhjetor, qytetarët shprehin qëndrime të ndryshme nëse do të dalin sërish për të votuar ose jo. Disa thonë se nuk do të dalin me që janë të zhgënjyer dhe të lodhur me proceset të tilla, e disa të tjerë thonë se kanë obligim që të dalin për votim në zgjedhje. Dështimi për formimin e qeverisë ka shtuar zërat dhe mundësinë për zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, madje jo për një, por për 2 palë zgjedhje, por sa janë të gatshëm qytetarët të dalin në një proces të ri zgjedhor. Shikoni, ne kemi përjetuar një situatë, domethënë shumë të keqe për sa i përket fateve të Kosovës, të papërgjeshmërisë atyre që dolën të parët, të paaftësisë për të krijuar një marrëveshje. Normalisht ne do dalim edhe do të dimë se si do të votojmë. Pra, kjo është
një diçka që tek ne si qytetar thjesht ka lënë një përshtypje të paaftësisë, të papërgjegjshmërisë dhe të mos njohjes së shtetit nga ata që kanë marrë përgjegjësi. A do dilni sërish jo në zgjedhje për të votuar? Kam pas edhe para 2 ditë një intervistë se di kush ka qenë, kam thonë që jo. Pse? Ai nuk është zgjidhje mos me dalë. Por edhe në tjetër anë që tu na kanë ardhur. Në zgjidhje. Këto kushtojnë miliona. Këto miliona vend që mi shti dikun, po mundaj ne investim dikun, atëherë ato shkojnë qështu sirë. Nuk kanë bo as qeverit për para, nuk kanë bo diçka ma shumë. Por kjo edhe ma shumë. Pra s'do dilni në zgjedhje? Jo, une jo. Për grue këto, gjithkush e ka votën e vetë, e që une jo. Shkaku i qësajna. Ju qytetarë do dilni sërish në zgjedhje? Natyrisht. Do me thonë, na vetëm me votën tonë mund të cilin ndryshime dhe mund të përmirësojmë jetën tonë, prandaj do me thonë duhet gjithë dalin, jo vetëm unë, e leje më unë që e kuptoj të drejtën e votimit, do me thonë si një drejtë shumë e domosdoshme, e të cilën du të me shfrytzu, edhe natyrisht du të më ngrit vedia qytetarëve që kur t'i votojmë qoftë nivelin lokal, qoftë nivelin qendror, du të kërkojmë llogaridhënie prej tyre, se ju t'ju japim vetëm privilegj votën, edhe mandje të bëjnë çfarë dojnë. Nuk po flas për, do me thonë, për diken konkret, mirë po këtu do të më ngrit vedia, sepse në këtë drejtim, do me thonë, kjo mungan. Po detyrë çdo qytetar është me dalë në zgjidhje. Detyrim. Duhet me pas të qartë si cili. Pse me s'me dalë? Kur këta opozitar faqezi e kanë po gjendë në kësisoj, ju kanë bashkan gjitë shkijeve, e që ku pun gjendë? Që ku jemi? Ku për këtë popull? Ju lutem. Jo, zotni, a jeni gatshëm të dilni sërish në një proces zgjedhor në 10 orë që po përmendet? Po, pse jo, detyre kemi, obligime kemi, edhe do të dalim. Formimin e qeverisë rrezikon që Kosova të hyjë në vitin 2026 pa buxhet, duke pamundsuar kështu pagat për sektorin publik, pensionet e shtesat për fëmijët. Eksperti financiar Remzi Ismaili tha në emisionin Horizont të mesditës se vetëm një qeveri me kompetenca të plota mund të ndërmarrë nisma për ndryshimin e ligjit për buxhetin apo për vazhdimin e ndarjeve buxhetore edhe për muajt e parë të 2026-s. Qeveri që është në detyrë nuk mund të propozoj. Sipas dinis time, nuk mund propozoj projekt ligj sepse nuk i ka kompetencat e plota dhe nuk mund të procedoj një projekt ligj në kuvend. Po megjithatë edhe po ta procedonte, nuk është qeveri e formume, prandaj nuk mund të procedoj një gjë të tillë. Pasojat e mos aprovimit të buxhetit me kohë janë të shumta. Mirë po, mbi gjitha janë të drejtë për drejta dhe ato janë. Mos shfrytëzimi adekuat i pagave të sektorit publik, mos zhvillimi i projekteve kapitale që duhen për qeverinë e Kosovës, respektivisht për institucionet në përgjithësi që të zhvillohen, dhe shumë madje edhe prestigji i vendit kundrejt akterëve tjerë ndërkombëtar që në një farë forme po shohin sepse ne nuk jemi të zotët një farë forme që të bëjmë buxhetin tonë, vendin tonë, qeverinë tonë. Kështu që implikimet të mëdha buxhetore do ta shkaktojnë patjetër një krizë tjetër ekonomike, edhe me vetë faktin që punëtorët do të kenë kufizime në marrjen e pagave, sidomos punëtorët e shërbimeve publik, dhe kjo e vështërson edhe me tej situatën në përgjithësi ekonomike që është në Kosovë. Duke përfshirë edhe ndihmat sociale dhe shtesat tjera sociale të pensionistëve, të cilat po ashtu do të jenë të rrezikuar për të marrë pagat e tyre apo të ardhat e tyre të plota qysh në fillim të vitit. Për arsye se një mandat optimal një mandat i aprovimit buxhetit është 31 tetori. Mirë po i njëjti mundet maksimalisht deri me 31 tetor që të aprovohet. Mirë po pas 31 tetorit atëherë mund të shfrytëzohet vetëm 1/12 pjesë e buxhetit të planifikuar, kështu që është problem për gjitha këto kategori që të kompensohen pas vitit të ri.
Në një raport mbi monitorimin e medjave gjatë zgjedhjeve lokale, Lëvizja Fol ka vënë pa problemin e pjesëmarrjes së ulët të grave në debatet politike, disbalancimin gjinor në transmetimin e kronikave, si dhe analizën e gjuhës së përdorur në raportimet mediatike. 9 televizione nacionale në gjuhën shqipe janë monitoruar nga Lëvizja Fol me qëllim të paraqitjes së nivelit të panshmërisë, qasjes së barabartë ndaj subjekteve politike, gjuhës së përdorur dhe përfaqësimit të grave gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Drejtoresha ekzekutive e Lëvizjes Fol, Megjide Demolli, prezantoi gjetjet kryesore të monitorimit, të cilat treguan se partitë më të mëdha politike kanë pasur më shumë minuta në kronikat zgjedhore të televizioneve. Koha në minuta për subjektet politike në kronikat zgjedhore, siç edhe e shihni, minutazha është e njëjtë për Lëvizjen Vetëvendosje dhe Partinë Demokratike të Kosovës, pasuar nga LDK, AK, Nisma, PSD dhe subjekte tjera më të vogla. Element kryesor i këtij monitorimi ishte edhe përfaqësimi gjinor në kronikat televizive dhe debatet politike, ku vetëm 10% e hapësirës iu kushtua kandidateve gra, ndërsa pjesëmarrja e grave në debate politike ishte vetëm 8%. Nën kryetarja e bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Naile Dema, tha se pjesëmarrja e kandidateve gra në media nuk varet gjithmonë nga vetë mediat, por më shumë nga partitë politike që i kandidojnë ato dhe shtabet zgjedhore. Nuk është shumë korrekte të presim shumë prej gazetarëve që ta rregullojnë këtë bilancin e përfaqësimit gjinor në studio. E kam fjalën për përfaqësues të partive politike. Kjo për faktin se gazetarët as mediat nuk kanë faj, pse subjektet politike nuk kanë gra kandidate për kryetarët komunave ose për kandidate për asamble. Domethënë kjo varet prej tëne, nëse kemi parasysh mënyrën qysh organizohen debatet dhe ftesat qysh bëhen, qysh organizohet. Në raport thuhet se numri i ulët i grave kandidate dhe fakti që ato garojnë kryesisht në komuna me potencial më të ulët fitoreje ndikon në praninë e kufizuar të tyre në media. Vëmendjen më të madhe mediatike ndër qytetet e Kosovës e mori Prishtina me gjithsej 616 minuta transmetim, e ndjekur nga Prizreni me 172 minuta, Mitrovica e Jugut me 120 minuta, si dhe Gjilani e Vushtria. Kryeredaktori i Telegrafit Muhamet Hajrullahu tha se kjo ndodh pasi Prishtina është qendër politike dhe administrative e vendit. Pse e merr Prishtina, pyetja po kthejna shkurt, pse e merr Prishtina, le të themi kët na 100%, s'po them, për shkak të fokusit kryesor. Prishtinë, administrata, qendra, temat, niveli, debati ishte më i madh. Prandaj nuk vijnë fort në konsiderim për shembull pasaj këto temat si në Hantelezet, Kaçanek, edhe nëse ka garë jashtëzakonisht. Raporti gjithashtu tregon se kandidatët me prezencën më të lartë mediatike në kronikat zgjedhore ishin 5 kandidatët por komunën e Prishtinës, në krye Uran Ismaili, pasuar nga Herula Qeko, përparim Rama, Besa Shahini dhe Bek Berisha.